Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot në marrëdhëniet tuaja mund të ndjeni nevojën për më shumë ndjeshmëri dhe mirëkuptim, ndaj përpiquni të tregoheni të hapur me partnerin. Në punë jeni të motivuar dhe mund të merrni një propozim të rëndësishëm që kërkon vëmendje ndaj detajeve. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur stresin dhe duke bërë një shëtitje relaksuese. Në aspektin financiar, është dita e duhur për të rishikuar shpenzimet dhe për të planifikuar më mirë buxhetin tuaj. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dashuria mund të sjellë surpriza të këndshme, veçanërisht nëse jeni të hapur ndaj bisedave të sinqerta. Në punë do të përballeni me sfida, por me durim mund të arrini rezultate të mira. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj dietës dhe aktivitetit fizik. Financiarisht, mos merrni vendime të nxituara dhe shmangni investimet e pasigurta. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Marrëdhëniet sot kërkojnë që të tregoheni më të durueshëm dhe të dëgjoni më shumë partnerin tuaj. Në ambientin e punës pritet bashkëpunim dhe mundësi për të mësuar diçka të re që do t'ju ndihmojë në të ardhmen. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni pushimin. Në financa mund të merrni një pagesë të vonuar ose një lajm të mirë rreth të ardhurave. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, komunikimi është çelësi për të shmangur keqkuptimet sot, ndaj flisni hapur me të dashurit tuaj. Në punë mund të hasni vonesa, por qëndrimi pozitiv do t'ju ndihmojë të zgjidhni gjithçka. Kujdesuni për shëndetin duke mos e tepruar me obligimet. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet romantike dhe për të shprehur ndjenjat tuaja pa hezitim. Në aspektin profesional, pritet një takim i rëndësishëm që mund të sjellë zhvillime pozitive për karrierën tuaj. Shëndeti është i mirë, por përfitoni nga koha e lirë për t'u relaksuar. Financiarisht, një mundësi e papritur mund të shfaqet, ndaj qëndroni vigjilent. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në dashuri mund të ndjeni një ndjesë sigurie që ju jep kënaqësi të madhe, por mos lini pas dore nevojat e partnerit. Në punë është momenti për të përfunduar detyrat e vjetra dhe për të mos lënë asgjë pezull. Kushtojini vëmendje shëndetit mendor dhe praktikoni aktivitet që ju qetësojnë. Në financa është një ditë e përshtatshme për të kursyer ose për të rishikuar prioritetet tuaja. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot mund të keni një bisedë të rëndësishme me partnerin që do të sqarojë disa keqkuptime të fundit. Në punë, idetë tuaja krijuese do të vlerësohen dhe mund të merrni një përgjegjësi të re. Për shëndetin është mirë të përqendroheni tek balanca mes pushimit dhe aktivitetit. Financat janë të mira, por mos harroni të planifikoni për të ardhmen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në marrëdhënie, sot ka vend për pasion dhe zbulime të reja, ndaj shijoni kohën me të dashurin. Në punë mund të merrni vlerësim për një projekt të përfunduar me sukses. Kujdesuni për shëndetin duke mos anashkaluar oraret e gjumit. Në aspektin financiar është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur rreziqet e tepërta. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Ditën e sotme, ndjenjat tuaja janë të fuqishme dhe mund të ndikojnë pozitivisht në marrëdhëniet personale. Në punë, një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj duke forcuar bashkëpunimin. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni aktivitetet fizike. Financat janë stabile, por është mirë të shmangni blerjet impulsive. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në dashuri, sot mund të ndjeni nevojën për më shumë intimitet dhe përkushtim nga partneri juaj.
Në vendin e punës, pritet një ditë me ritëm të shpejtë dhe kërkesa të shumta, ndaj organizohuni mirë. Kujdesuni për lodhjen fizike dhe mos neglizhoni pushimin. Financiarisht, mund të merrni një ofertë të re që ja vlen të shqyrtohet me kujdes. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot është momenti i duhur për të diskutuar hapur ndjenjat dhe për të ndërtuar besimin në marrëdhënie. Në aspektin profesional, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendje maksimale dhe përkushtim. Shëndeti është i mirë, por është koha të filloni një rutinë të re aktiviteti fizik. Financat janë në përmirësim, por ruani kontrollin mbi shpenzimet. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie është dita ideale për të kaluar më shumë kohë me partnerin dhe për të forcuar lidhjen. Në punë mund të keni sukses me një plan që keni menduar prej kohësh. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer veten me ushqime të shëndetshme dhe duke shmangur stresin. Financiarisht, situata është e qëndrueshme, por mos harroni të kurseni për të ardhmen. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.